do të marrin pjesë si përfaqësuesit e Partisë Demokratike, deputetëve opozitarë që kanë firmosur për të sjellë në gjykatën kushtetuese padinë kundër ligjit të zonave të mbrojtura. Në fakt, ligji i zonave të mbrojtura me këto ndryshime që kanë bërë majoranca në mënyrë të njëanshme dhe të pakonsultuar, është tashmë ligji i zonave të pambrojtura, zonave normale për të ndërtuar, zonave normale për të pasur investime strategjike në funksion të klientëve dhe të oligarkëve të pushtetit. Tashmë Edi Rama e ka shpallur, është një luftë e hapur ndaj çdo pasurie kombëtare dhe pasurie publike për ta kthyer atë në pasuri private të një grupi klientësh dhe oligarkësh që i shërbejnë atij për të pasuruar vetë, por edhe për funksione të tjera siç është blerja e zgjedhjeve. Prova gjenerale me zonat e mbrojtura u bë me parkun e Butrintit, filloi atje kafshimi i parë dhe ideja për të ndërtuar në një zonë të mbrojtur dhe më pas kur e arritën që ta merrnin këtë me sukses edhe fal gjykatës kushtetuese, kaluan tek ligji i zonave të mbrojtura për të garantuar që në Shqipëri nuk do të ketë më asnjë zonë e cila nuk ndërtohet, asnjë zonë e cila mbrohet dhe asnjë zonë e cila trashëgohet e tillë e palëkundur dhe e pandryshuar për brezat e ardhshëm. Kryeministri e bëri gjithë propagandën e tij edhe elektorale, por edhe vetë majoranca, duke thënë që do të afrohemi drejt standardeve të Bashkimit Evropian, do të jemi shpejt antar i Bashkimit Evropian, por ky ligj bën të kundërtën, është një ligj që nuk na përafron me Bashkimin Evropian, por na përlargon, shkel marrëveshjen e stabilizim asociimit në 108 të saj, por shkel dhe atë që janë standardet e Bashkimit Evropian, që tentojnë të bëjnë sa më shumë politika që i ruajnë zonat e mbrojtura dhe mjedisin, ndërkohë ne bëjmë të kundërtën, bëjmë politika që t'i shkatrojmë zonat e mbrojtura, t'i japim zonat e mbrojtura tek oligarkët për të ndërtuar resorte vila. Në Shqipëri ka më shumë rëndësi vila e një oligarku se sa një park kombëtar, se sa një licencë, se sa një lagun, të cilat janë në funksion të të mirës publike dhe të trashëgimisë kombëtare. Ne në gjykatën kushtetuese sot do të paraqesim të gjitha shkeljet e neneve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, duke nisur që nga ideja e mbrojtjes së mjedisit dhe gjithë konventat që e garantojnë atë që janë ratifikuar nga Shqipëria dhe që duhet të zbatohen nga Shqipëria, tek mbrojtja e trashëgimisë kombëtare, siç janë zonat e mbrojtura, dhe tek një proces legjislativ që nuk shërben gjithmonë si noter i qeverisë, por që ka detyrimin sipas kushtetutës, sidomos për çështjet mjedisit, që të ketë konsultim publik, që të informojë qytetarët, që të garantojë pjesëmarrjen e qytetarëve. Për gjitha këto ne besojmë se ligji i zonave të mbrojtura duhet rrëzohet nga gjykata kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese i qëndron kushtetutës dhe legjizimit të saktë të konventave dhe të interesit kombëtar. Gjithsesi dua ta them që presionet ndaj gjykatës kushtetuese janë të mëdha. Bëhet fjalë për një ligj që është ndërtuar për të hapur rrugë investimeve strategjike, kështu që i bëj thirrje që të mos ndalen në bërjen e të drejtës dhe leximin e kushtetutshmërisë nga presionet që mund t'i vinë nga zyra përballë e kryeministrit apo nga zyrat e oligarkëve që i kanë vënë syrin zonave të mbrojtura. Se faktikisht me këtë ligj bëhet azhësimi final i zonave të mbrojtura dhe të vetmet zona që nuk do ndërtohen janë ato që nuk do të kenë interes oligarkët për të ndërtuar. Shumë faleminderit.